Horoskopi ditor, 31 maj. Dita kur një gjë mund të mbyllet dhe një tjetër mund të filloj papritur. Maji po mbyllet, por jo për të gjithë në të njëjtën mënyrë. 31 maji mund të jetë ajo ditë e rrallë kur disa njerëz kuptojnë se diçka ka marrë fund pa e kuptuar më parë, ndërsa të tjerë mund të shohin fillimin e një rruge që nuk e kishin planifikuar fare. Një mesazh, një takim, një reagim, një zgjedhje që dukej e parëndësishme. Kjo ditë mund të të tregojë se universi nuk punon gjithmonë sipas planeve që ke bërë, por sipas kohës kur je gati të shohësh të vërtetën. Dhe pikërisht për këtë arsye, 31 maji mund të jetë shumë më i rëndësishëm nga sa duket në fillim. Dashi. Një situatë që e kishe konsideruar të përfunduar mund të japë një sinjal të fundit dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se jo gjithçka ka mbaruar siç mendoje. Një moment i vetëm mund të ndryshojë mënyrën si e sheh hyrjen me qershor. Në punë, një zhvillim mund të të tregojë se një mundësi ka qenë më afër nga sa mendoje. Në marrëdhënie, një reagim i papritur mund të krijojë një qartësi që mungonte prej kohësh. Mos kërko të kontrollosh çdo hap të asaj që po ndodh. Kjo është një ditë që mund të të shpërblejë nëse lë pak hapësirë për të papriturën. Nëse arrin të mos reagosh menjëherë dhe të vëzhgosh më shumë, mund të kuptosh diçka që do të ndikojë në javët e ardhshme. Demi. Një gjë që dukej e qëndrueshme mund të fillojë të lëvizë në mënyrë të papritur dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se fundi i majit po sjell më shumë ndryshim se sa kishe menduar. Një moment i vetëm mund të të tregojë se disa dyrë nuk po mbyllen, por po transformohen. Në punë, një situatë mund të të japë mundësinë të shohësh më larg se sa ke parë deri tani. Në marrëdhënie, një afrim ose një bisedë mund të sjellë një ndjesë sigurie që mungonte. Mos e gjyko menjëherë atë që po ndryshon. Kjo ditë mund të të tregojë se disa lëvizje po ndodhin për të krijuar më shumë stabilitet në të ardhmen. Nëse arrin të mos rezistosh, mund të fitosh shumë më tepër qetësi. Binjakët. Një lajm, një mesazh ose një informacion i ardhur në moment të papritur mund të ndryshojë krejt energjinë e ditës dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se disa përgjigje po afrohen. Një moment i vetëm mund të të tregojë se nuk ke nevojë për më shumë mundësi, por për një drejtim më të qartë. Në punë, një komunikim mund të hapë një rrugë që nuk ishte fare në planet e tua. Në marrëdhënie, një bisedë mund të ndryshojë mënyrën si e sheh dikë. Mos e shpërnda energjinë në shumë drejtime. Kjo është një ditë për të zgjedhur atë që ka më shumë potencial. Nëse arrin të fokusohesh tek ajo që po hapet tani, mund të surprizohesh nga ajo që vjen më pas. Gaforia. Një ndjesi që e ke mbajtur brenda për shumë kohë mund të bëhet më e fortë dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se nuk mund ta injorosh më. Një moment emocional mund të të tregojë diçka që logjika nuk ka arritur ta shpjegojë. Në punë, një zhvillim i vogël mund të ndryshojë mënyrën si e sheh muajin e ardhshëm. Në marrëdhënie, një heshtje ose një reagim mund të ketë shumë më tepër kuptim se zakonisht. Mos u përpiq të gjesh përgjigje për çdo emocion menjëherë. Kjo ditë mund të të shpërblejë nëse dëgjon më shumë intuitën. Nëse arrin të mos largohesh nga ajo që po ndjen, mund të kuptosh një të vërtetë që do të të ndihmojë në vazhdim. Luani. Një gjë që e kishe lënë në pritje mund të fillojë të kërkojë përgjigje pikërisht në fund të muajit dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se disa mundësi nuk presin pafundësisht. Një moment i vetëm mund të të tregojë se ajo që dukej pengesë mund të kthehet në avantazh. Në punë, një zhvillim i papritur mund të të japë mundësinë të tregosh aftësi që nuk janë vlerësuar sa duhet deri tani. Në marrëdhënie, një afrim ose një reagim mund të ndryshojë krejt atmosferën. Mos u mbështet vetëm tek ajo që ka funksionuar deri tani. Kjo ditë mund të të shpërblejë nëse guxon të veprosh ndryshe. Nëse arrin të mos e lësh krenarinë të drejtojë vendimet, mund të fitosh shumë më tepër nga sa pret. Virgjëresha. Një situatë që dukej e qartë mund të zbulojë një detaj që ndryshon krejt mënyrën si e sheh dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se jo gjithçka ishte ashtu siç dukej. Një moment i vetëm mund të të tregojë se përgjigjja që ke kërkuar ka qenë më afër nga sa mendoje.
Në punë, një zhvillim i vogël mund të ketë ndikim më të madh se sa duket në fillim. Në marrëdhënie, një bisedë e thjeshtë mund të sjellë më shumë qartësi se sa shumë diskutime të gjata. Mos kërko perfeksion në çdo lëvizje. Kjo ditë mund të të tregojë se ndonjëherë progresi vjen nga veprimi dhe jo nga analiza. Nëse arrin të mos e lodhësh mendjen me çdo skenar, mund të ndihesh shumë më i qetë. Peshorja. Një zgjedhje që e ke shtyrë prej kohësh mund të rikthehet në qendër të vëmendjes dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se disa vendime nuk mund të presin më. Një moment i vetëm mund të të tregojë se qetësia e vërtet nuk vjen nga shmangja e situatave, por nga përballja me to në punë. Një zhvillim mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë se cili drejtim ka më shumë potencial. Në marrëdhënie, një reagim i sinqert mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një person. Mos u përpiq të mbash ekuilibër duke sakrifikuar atë që dëshiron vetë. Kjo ditë mund të të shpërblejë nëse zgjedh me guxim. Nëse arrin të mos shtysh më atë që duhet vendosur, mund të fitosh qartësi të madhe. Akrepi. Një zhvillim që ka ecur në heshtje mund të dalë papritur në sipërfaqe dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se disa gjëra kanë qenë duke ndryshuar prej kohësh pa e vënë re. Një moment i vetëm mund të të tregojë se një e vërtet po afrohet më shumë nga sa mendon. Në punë, një informacion ose një situatë e fshehur mund të të jap avantazh nëse arrin ta kuptosh në kohë. Në marrëdhënie, një bisedë mund të hapë një kapitull krejt të ri. Mos vepro vetëm nga emocionet e momentit. Kjo ditë mund të të tregojë se fuqia më e madhe nuk është reagimi i shpejtë, por qetësia. Nëse arrin të mos nxitosh në përfundime, mund të kuptosh shumë më tepër se të tjerët. Shigjetari. Një gjë që deri tani e kishe parë si mundësi të largët mund të afrohet papritur dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se fundi i majit po sjell më shumë lëvizje nga sa prisje. Një moment i vetëm mund të të tregojë se nuk ke nevojë për më shumë kohë, por për më shumë vendosmëri. Në punë, një zhvillim i papritur mund të të japë një shans që nuk duhet nënvlerësuar. Në marrëdhënie, një bisedë ose një afrim mund të ndryshojë krejt mënyrën si e sheh një situatë. Mos prit që gjithçka të bëhet e qartë përpara se të lëvizësh. Kjo ditë mund të të shpërblejë nëse beson më shumë tek vetja. Nëse arrin të kapësh momentin e duhur, mund të hapësh një rrugë shumë më interesante drejt qershorit. Britsjapi. Një situatë që e kishe mbajtur nën kontroll për një kohë të gjatë mund të fillojë të kërkojë një qasje të re dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se jo çdo gjë zgjidhet duke mbajtur gjithçka mbi supe. Një moment i vetëm mund të të tregojë se një ndryshim i vogël mund të sjellë më shumë qetësi se sa një përpjekje e madhe. Në punë, një zhvillim mund të të ndihmojë të kuptosh më qartë çfarë duhet të vazhdojë dhe çfarë duhet të ndryshojë. Në marrëdhënie, një bisedë e sinqertë mund të sjellë qartësi të papritur. Mos kërko të kontrollosh çdo detaj. Kjo ditë mund të të tregojë se disa gjëra funksionojnë më mirë kur u jep hapësirë. Nëse arrin të jesh më fleksibël, mund të ndjesh lehtësim të madh. Ujori. Një ide që të vjen në moment të zakonshëm mund të bëhet arsyeja pse e sheh krejt ndryshe hyrjen në qershor dhe kjo mund të të japë një ndjesi të fortë motivimi. Një moment reflektimi mund të të tregojë se disa përgjigje kanë qenë përpara syve të tu gjatë gjithë kohës. Në punë, një mënyrë ndryshe e të menduarit mund të të japë avantazh aty ku të tjerët shohin vetëm pengesa. Në marrëdhënie, një komunikim i papritur mund të krijojë një afrim që nuk e kishe imagjinuar. Mos kërko miratim nga të gjithë për çdo ide që ke. Kjo ditë mund të të shpërblejë nëse beson tek mënyra jote. Nëse arrin të mos dyshosh tek vetja, mund të hapësh një derë shumë interesante. Peshqit. Një ndjesi që e ke mbajtur në heshtje mund të bëhet shumë më e fortë dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se disa gjëra nuk mund të shtyhen më. Një moment emocional mund të të tregojë se një përgjigje që prisje prej kohësh po afrohet më shumë nga sa mendon. Në punë, një zhvillim mund të të ndihmojë të kuptosh më qartë drejtimin që duhet ndjekur në muajin e ri. Në marrëdhënie, një reagim ose një afrim mund të zbulojë emocione që nuk ishin shprehur më parë. Mos kërko logjik për çdo ndjesi që ke. Kjo ditë mund të të tregojë se intuita jote është më e fortë se sa mendon.
Nëse arrin të mos largohesh nga ajo që po ndjen, mund të hysh në qershor me shumë më tepër qartësi. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën fillimi nëse mendon se kjo energji lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.